ka diçka që beson zotit Kurti kur deklaron deklaratat e tij në pozicionet e tij. Për shembull, po. Nëse flasim për vetëvendosjen, janë 4 emra që dalin, në mesin e tyre edhe ti frashët. I besoj Kurtit kur thotë për shembull unë kisha pas shef me konë edhe prokuror, unë kisha pas shef me marrë edhe presidentin, unë kisha pas shef me marrë edhe gjithë shka në këtë shoqëni. Ato e ka të vërtetë edhe këtë ka për një me. Jo, nuk janë pozita, nuk janë thjesht pozita. Po flasëm për pozita shumë të rëndësishme. Pikërisht to janë për me marrë kontrollin. Për me marrë kontrollin. A ka diçka tjetër në zotimet e tina, në moralin politik të tina? A beson diçka zotit Kurti? More problemi është që Kurti ka shumë sene që i beson për një me, i ka të vërteta, po që ato, bashkë ato, në po thëmë janë shumë të rrezikshme. Cilat për shembull? A jetë më kuptu? Cilat për shembull? Kurti po maki për një me, beson që ajo është i vetmi njeri që mundet me pështu këtë shoqëni. Edhe Kurti po maki për një me, beson që qasja duhet me konë tensionuse edhe me luftu me Serbin, në kuptimin me tensionu situatën e jo me zgjedh paqe.